ka me qenë procesi ma, që me thonë, fair, ma demokratik, për shkak jo të kamerave, jo të skenerave, jo kanë mu numërimit votat në qendrat komunale zgjedhore, jo në qenë këtu në Prishtinë, jo në për klasa që shka qenë, edhe ka me qenë një farë transparencë më e madhe. Këto zgjedhje kanë treguar që janë zgjedhjet më të dobtat që i ka organizuar Kosova prej 2001 e tutje, për shkak dyshimeve gjithmonë të mëdha të manipulimit të votës. Për shkak se nëse ka pas dyshime të kaluara që në QNR janë manipuluar aty shifrat, tash secila komunë me ata komisionerët e vet e ka pas një mundësi të tillë, të paktën kështu po tregon edhe këto reagimet e LDK-s, po ka treguar edhe komuna Vushtric kur është shku në rinombrem, kur janë rinombruar votat e kanë dalë kushdo vota që janë marrë prej dikujt janë shku te dikush tjetër. Kështu që unë mendoj që institucionet relevante duhet tash në këtë rast i kam edhe në prokurorisë me hyrë thellë me i hetu këto pretendime, sidomos kandidatët e LDK-s, po edhe të tjerëve nëse ka, me i hetu në tërësi këtë proces. Kur jemi tek hetime dhe drenorin ta përfshi tani, drenori a arsyeton ankesën në gjykatë kushtetuese nga lëvizjeve drenose, kjo çfarë doli në sipërfaqe, apo mendoni që kjo me një farë nuk e ndikon një situatë të tillë? Se a do të ndikohet apo jo, mbetet shihet, mirë po se jep pa krahëve të vendosës, jep fuqi ankesës së tyre jep. Sepse fundit po përmendet edhe termi skenë e organizuar kriminale, nga heq ma pak se deputeti Gashi, cili ka qenë kryetari i grupit parlamentar. Prandaj në këtë aspekt realisht ne edhe më herët e kemi diskutuar në këtë studio që votat nga mërgatat që kanë ardhur se radhe kanë qenë me dyshime jashtëzakonisht më, dhe mos votat me post. Prandaj unë besoj që i bashkohem edhe në thirrje se zotit Demhasaj që duhet të hetohen deri në pikën e fundit që jo vetëm që të pastrohet ose të kthehet kredibiliteti këtij procesi zgjedhor, por njëkohësisht jetë edhe si shembull për zgjedhjet e ardhshme, sepse nëse